nga ndryshon kjo friends with benefits, të qenurit shok me benefite, nga të qenurit në një situationship, në një lidhje asmish aspesh. Nga ndryshojnë këto të dyja. Tani, që t'i vëm... në teori, situationship është kur një person ka ndjenja dhe tjetri nuk ka, për mendimin tim. Nëse do kishin të dy, do ishte lidhje. Nëse do kishte asnjëri, do ishte friends with benefits. Në teori, në koncept, kjo gjë pastaj ndryshon. Situationship janë kur ti del me atë, ai nuk është mjaftueshëm i angazhuar për ty, ai del me ty është shumë i afeksionuar, pastaj shkon në shtëpi, nuk të shkruan, pastaj një javë të shkruan një avion, një herë kujtohet për ty, një herë jo, Instagramin flet me të tjera, del me të tjera ndoshta. Ndoshta friends with benefits është ti ke përfitimet e tua ndoshta seksuale, ndoshta. Ndoshta seksuale. Por thjesht nuk bën nuk takohesh me të. Ju thoni që në një situationship njëri mund të krijojë ndjenja. Jo, njëri krijon gjithmonë në situationship. Po njëri krijon ndjenja se normalisht merr gjithmonë, ta lëshoj mikrofonin nga këtu ku jena. Natë kur u them gjithmonë. Njëri krijon gjithmonë ndjenja. Okej. Tani, a nuk ndodh kjo sepse un jam pa kundër kësaj europianizimit, e kam thënë gjithmonë që i bëjmë ne këto gjërave friends with benefits. A nuk ndodh kjo edhe te friends with benefits? Njëri gjithmonë mendoj që mund të krijojë ndjenja te friends with benefits. Që asnjëri mos ketë ndjenja, ama në praktikë. Në teori supozohet njerëzit mos tradhtojnë, po njerëzit tradhtojnë, kështu që në teori shumë gjëra thuhen, po ndjenjat varet se si të vinë, ti nuk ke manual ose një gjë të caktuar për ndjenjat. Ti thu për shembull, s'du të kem asnjë gjë me këtë njeriu, mas 3 muajsh e gjen veten që je fiksuar dhe bësh. Unë qofsha gabim, po ajo çfarë mendoj është që situationships kryesisht këto konfuzionet krijohen nga meshkujt, sepse kur je ti në një situationship, unë nuk mendoj që është femra ajo, patjetër mund të ketë raste, po është mashkulli ai që është konfuzi se çfarë do ose jo të ketë në këtë marrëdhënie. Unë jam Megli dhe çfarë po bëni nëse nuk keni bërë akoma subscribe në Andale AL dhe të qeshni me ne se fundja për ju e bëjmë, a kupton? Kemi edhe punë tjera.